Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu thot: Ma yezalu nasu ala tariq mattaba'u al-athar. Njerëzit do të vazhdojnë të jenë në rrugën e drejtë përderisa e pasojnë etherin. Etherin është për qëllim fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të shokëve të tij dhe ata që i pasuan ata, do më thonë, e pason metodologjinë e gjeneratave të para të muslimanëve. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu në një fjalë të tij thot: Al-alim ar-rabbani huwa alladhi yuallimu an-nasa sighara al-ilmi qabla kibarihi. Thot dietari vërtet, dietar që pason mësimin e Zotit është ai që u mëson të tjerëve dituritë e thjeshta dhe jo të komplikuara para diturive më të rënda dhe të komplikuara. Pra që fillon me gjërat më të rëndësishme. Ai thot është dietar i vërtet.